Djenora 8:45 minuta në stacionin policor të Arcës, një 56 vjeçar nga fshati Leshk e Tetovës ka raportuar se më datë 30 maj, rreth orës 17 në oborin e shtëpisë familjare, pas një mosmarrëveshjeje të mëparshme pronësore juridike, është sulmuar fizikisht nga disa persona, të gjithë nga Tetova. Djenorën 14 në sektorin për punë të brendshme Tetovë, një 44 vjeçar nga Tetova ka raportuar se rreth orës 13:30 minuta në vendin e tij të punës në një xhami në Tetovë, pas një debati të mëparshëm është sulmuar fizikisht nga një 41 vjeçar nga Tetova. Djenorën 13:45 minuta në stacionin policor të Zherovjanit, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas një raportimi të mëparshëm nga nëna e tij, 56 vjeçare, se pas një debati të shkurtër, ai e kishte sulmuar fizikisht. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Djenorën 19:45 minuta në fshatin Pallqish të poshtme, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetovë kanë privuar nga liria një 21 vjeçar nga fshati Bogovin. Sapo ka vënë re zyrtarët policor, ai ka hedhur një qese me marihuan, e cila është gjetur dhe sekuestruar. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të paraqitet para shtresë përkatëse. Djenorën 20:30 minuta, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetovë kanë arrestuar dy persona të moshës 23 vjeçare, të dy nga Tetova. Rreth orës 20:20 minuta në rrugën Ilinden në Tetovë, zyrtar policor kanë ndaluar një automjet udhëtarësh BMW me targa të Tetovës. Të dy nuk kanë lejuar kontrollin e tyre personal, ndërsa shoferi është sjellë në mënyrë agresive dhe ka kërcënuar zyrtarët policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Pas mesnate në orën 12:35 minuta në rrugën Videos Milevski Bato në Tetovë, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetovë kanë privuar nga liria një 24 vjeçar nga Tetova, pasi tek ai është gjetur dhe sekuestruar një lëndë e bardhë pluhur. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të ngrihet para shtresë përkatëse. Djenorën 21:35 minuta në rrugën Goce Delçev të Gostivarit, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një 42 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një raportimi të mëparshëm nga bashkëshortja e tij 38 vjeçare nga Gostivari, me të cilën janë në procedurë divorci, se pas një debati të shkurtër, ai e ka sulmuar fizikisht dhe i ka dëmtuar automjetin. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Djenorën 21 në rrugën Sedek Kostovski në Gostivar, zyrtar policor nga departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga Gostivari. Gjatë një kontrolli të qarkullimit rrugor të automjetit të udhëtarëve BMW me targat Gostivarit, të cilin ai drejtonte, është konstatuar se ai drejtonte mjetin pa pasur patent shoferi. Automjeti është sekuestruar dhe ndaj tij do të ngrihet padi përkatëse.